mediat europiane, Shqipëria mbetet në krye të sugjerimeve edhe këtë sezon veror. Francezi AliExpress ka veçuar vendin tonë dhe Malinezi si dy nga destinacionet që ofron një udhëtim të pazakontë në Europë. Për Shqipërinë shkruan se ofron një pasuri të madhe kulturore ndaj një turi organizuar mirë ju lejon ta zbuloni në qetësi. I formuar nga qytetërimet ilire, greke, romake, bizantine dhe osmane që pasuan njëra tjetrën, Shqipëria është plot me site arkeologjike dhe vende të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, thuhet në shkrim. Rekomandohen shëtitje në Tiranë, për të cilën AliExpress thotë se ka një atmosferë unike ku arkitektura luhatet midis rrënojave romake, mbetjeve komuniste dhe ndërtesave ultramoderne. Qytetet që nuk duhen lënë pa vizituar janë Kruja, Shkodra, Durrësi, Berati dhe Gjirokastra. Me superlativa flet për Shqipërinë edhe e përditshmja irlandeze SRVP Live, që e krahason Rivierën e Jugut me Maldivet. Duke e konsideruar një perlë të fshehur dhe paturma turistësh, në shkrim thuhet se ofron një arratisje spektakolare e Buzdetit.